dëgjuar, ka dështuar për të dytën herë të bëhet konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Kryesuesi i seancës, Avni Dehari, ka ndërprerë seancën pa e hedhur në votim raportin e Komisionit për verifikim të kvorumit dhe mandateve, pasi ka thënë se në takimin që ka zhvilluar me përfaqësuesit e partive politike ka parë që qëndrimet e tyre nuk kanë ndryshuar. Ai ka thënë se seanca do të vazhdojë të shtunën më 19 prill në orën 12. Për të biseduar më tepër për atë që ndodhi sot, bisedojmë me Mimoza Kusari Lilën nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, por fillimisht lajmet kryesore të ditës dhe këta janë titujt kryesor. Dështon sërish konstituimi i Kuvendit. Në takim me përfaqësuesit e partive nuk pati konsensus. Seanca e radhës pritet të mbahet të shtunën. Partitë akuzojnë njëra tjetrën për dështimin e seancës konstituive. Vetëvendosja e gatshme për konsultime e opozita thotë se po zvaritet për pazare politike. Kërkohet burgim i përjetshëm për të akuzuarit e sulmit në Panjsk. Lëshohet letër rreshtim ndërkombëtar ndaj 41 të akuzuarve të tjerë që ndodhen në Arati. Kanë nisur bisedimet e nivelit të lartë mes përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Evropës dhe Ukrainës për pjekje e re diplomatike për të dhënë fund luftës. Ka dështuar për të dytën herë të bëhet konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Kryesuesi i seancës Avni Dehari e ka ndërprerë seancën pa e hedhur në votim raportin e Komisionit për verifikim të kvorumit dhe mandateve, pasi ka thënë se në takimin që ka zhvilluar me përfaqësuesit e partive politike ka parë që qëndrimet e tyre nuk kanë ndryshuar. Ai ka thënë se seanca do të vazhdojë të shtunën më 19 prill në orën 12. Kundër kësaj ndërprerje është shprehur kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku duke akuzuar Lëvizjen Vetëvendosje për blokad. E ai i PDK-s Memli Krasniqi e ka akuzuar Vetëvendosjen se po do të blej kohë në këtë mënyrë, me që nuk e ka shumicën parlamentare. Pas dështimit për të dytën herë të konstituimit të Kuvendit të Kosovës, partitë politike kanë akuzuar njëra tjetrën për blokimin e konstituimit të Kuvendit. Ministrja në detyrë e drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka deklaruar se i kanë votat e mjaftueshme për formimin e institucioneve, por ka theksuar se është e domosdoshme që të zhvillohen konsultime për të gjetur një zgjidhje lidhur me blokimin e procesit të konstituimit në Kuvendin e Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje po zvarit mbarvajtjen e seancës konstituive me qëllim të pazareve politike. Si seancës konstituive e pezulloi apo e ndërpreu këtë seancë për faktin se në takimin konsultativ në të cilin ishim të pranishëm të gjithë përfaqësuesit e partive politike nuk pati asnjë konsensus. Pra kishte qëndrime të kundërta me njëra tjetrën. Në këtë drejtim, më duhet të theksoj faktin që letra që presidenti Osmani ka drejtuar tek kryesuesi i seancës konstituive kërkon që të gjejmë zgjidhje për të mos u bllokuar konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe për ta gjetur këtë zgjidhje, duhen konsultime. Po seanca e njëjtë për vazhdimin e seancës ka kuptim me ndryshu ndonjë qëndrim apo një vendim kur ndryshojnë rrethanat dhe konteksti, po në mungesë ndryshimit rrethanave dhe kontekstit edhe vendimi dhe qëndrimi vazhdon me qenë i njëjtë. Qytetarët e Kosovës tashmë kanë shumë të qartë se kush janë bllokuesit e vërtet të seancës konstituive. Kryesuesi që rastisht të jetë më i vjetri në moshë, rastisht të jetë nga partia e parë, pa të drejtë kundër praktikës kushtetuese, kundër rregullores së Kuvendit, ndërpreu seancën e sotme, ndonë se kishte kvorum të mjaftueshëm, ndonë se kishte kushte për votim të raportit të Komisionit verifikues. Sinqerisht, është përkeqardhje kjo praktikë e re bllokuese e kushtetueshmërisë së Republikës Kosovës. Ne përsëritim nga kryesuesi u kërkuar që të formohet ndoshta edhe një komision tjetër ad hoc, gjë që e kundërshtuam për shkak se ka qenë një komision ad hoc. Komisioni ad hoc e ka kryer punën e tij dhe me shumicë votash është votuar sjellja raporti i këtij komisionit ad hoc
është sjell në Kuvendin e Kosovës, sot është dash me vazhdu aty ku kemi ngel, të hudhet në votim raporti i Komisionit për verifikimin e mandateve. Kaq kanë të drejtë, kaq që dash me u bë dhe jo tash thirrën konsulta, kërkohet që prapë formohet në një komision i ri, qëndrimit i kemi të njëjta, kjo qeveri ka bo shkelje, po vazhdon me shkel kushtetutin ligjin e Kosovës, o dash jo me informat, po depunimi i dorëheqjes së kryeministrit kabinetit qeveritar në mënyrë që o t'jen deputet, o t'jen kryeministër dhe ministër. Në seancën e parë për rastin e sulmit në Banjsk, avokati i familjes së rreshterit Afrim Bunjaku, që mbeti i vrarë nga sulmi, Arjanit Koci, kërkoi burgim të përjetshëm për të akuzuarit. Në fillim të seancës, të akuzuarit Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović u deklaruan të pafajshëm për akuzat për terrorizëm, financim të terrorizmit dhe vepra të rënda penale. Tolić dhe Spasojević kishin refuzuar të deklaroheshin për fajsin në seancën përgatitore të 9 tetorit të vitit të kaluar. Pas deklarimit për fajsin nga të akuzuarit, prokurori special Naim Abazi tha se përmes videove do të dëshmohet se sulmi ishte i paraplanifikuar dhe se grupi ishte i mirë organizuar. Ai u shpreh se sulmi kishte qëllim cenimin e rendit kushtetues të Kosovës. Prokurori special Naim Abazi ka thënë se grupi kishte lidhje me strukturat shtetërore të Serbisë. Ndërkaq për 41 të akuzuarit e tjerë të këtij rasti që ndodhen në Arati, është kërkuar gjykim në mungesë. Për ta u lëshua letë të rreshtim ndërkombëtar nga gjykata themelore në Prishtinë me qëllim për të siguruar prezencën e tyre. Janë bërë 26 vjet nga masakra në Poklek të Drenasit, ku forcat serbe vranë 53 antar të familjeve Muçolli, Caraku e Elshani, prej të cilëve 23 fëmijë. Pasi forcat serbe i ekzekutuan, trupat e viktimave u dëgjën me qëllimin për t'i zhdukur gjurmët e krimit. Presidentja Vjosa Osmani, duke përkujtuar këtë masakër, tha se masakra e Poklekut është kujtesë që nuk shuhet dhe plak që nuk mbyllet pa drejtësi. Është përgjegjësia jonë që ky krim të mos mbulohet nga pluhuri i haresës apo nga heshtja, të mos ndalemi derisa drejtësia të triumfoj, sepse pa të vërtetën e thënë dhe të njohur, pa përgjegjësi për krimet nuk ka paqe të qëndrueshme, ka theksuar Osmani. Ndërkohë një 26 vjetore në kësaj masakre, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë homazhe në Poklek dhe Çikatov të vjetër. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti e ka riemëruar të njëjtën drejtor të doganës Agron Lugaliun. Ai do të jetë në krye të doganës edhe për 4 vjet. Kryeministri në detyrë Kurti dhe ministri në detyrë i financave, punës dhe transfereve Hekuran Murati falënderuan drejtorin Lugaliu për punën e deri tanishme, e përgëzuan për performancën e tij dhe të doganës dhe e uruan për mandatin e ri, duke i dëshiruar suksese të mëtejme në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të tij, thuhet në njoftim. Lugaliu ishte propozuar të riemërohej nga Ministria e Financave. Ai mori detyrën si drejtor i doganës në prill të vitit 2021. Kanë nisur bisedimet e nivelit të lartë mes përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Evropës dhe Ukrainës në një përpjekje të re diplomatike për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Takimi i organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron në fokus ka përpjekjet për një armpushim të pakushtzuar, teksa bisedimet zhvillohen në një situatë të tensionuar pas sulmeve të fundit ruse në Ukrainë. I dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio kanë nisur bisedimet me zyrtar të lartë evropian në Paris në përpjekje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ministri i jashtëm dhe ministri i mbrojtjes i Ukrainës kanë bërritur në kryeqytetin francez për të marrë pjesë në këto diskutime. Bisedimet e organizuara nga presidenti francez Emmanuel Macron paraqesi nivelin më të lartë të angazhimit transatlantik për luftën që nga muaji i shkurt. Diplomatët evropian kanë bërë të ditur se do t'i kërkojnë SBA-s që të ushtrojë më shumë presion mbi Rusinë që të pajtohet për një armpushim të pakushtzuar. Përpjekjet e vazhdueshme për të siguruar një armpushim vijnë disa ditë pasi një sulm raketor rus la të vdekur të paktën 35 njerëz
dhe 117 të lënduar në qytetin Ukrainas së Sumit. Përveç Rubios, Vitkofit e Macronit, pjesë e bisedimeve është edhe këshilltari i sigurisë kombëtare të Mbretërisë së Bashkuar, Jonathan Powell, dhe këshilltar të tjerë evropian të sigurisë kombëtare. Më vonë do të mbahet edhe një takim i veçantë i ministrave të jashtëm, ku pritet të marrë pjesë edhe sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, David Lammy. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se në fokus do të jetë rruga se si të jepet fund luftimeve në Ukrainë. E nga Vitkofi pritet një raportim për takimin e tij me presidentin rus Vladimir Putin javën e kaluar. Para takimit, shefi i shtabit të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, tha se po punojnë në çështje të rëndësishme për sigurinë e Ukrainës dhe të gjithë Evropës, ndërkaq zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se udhëheqësit evropian janë të fokusuar në vazhdimin e luftës. Nga zyra e presidentit francez u njoftua se në bisedimet e së enjtës, Macron gjithashtu planifikon të diskutojë ndikimin e politikave tarifore të Trumpit dhe konfliktet në lindjen e mesme.